Një sqarim I tensionuar ka ndodhur mes Mirit dhe Selin, ku pas 81 ditësh bashkëjetesë dhe përplasjesh, Miri ka tentuar të përmbledh marrëdhënien e tyre në një formulë të prerë. Miri I ka kërkuar Selinës të lirohet dhe të mos e tregojë historinë sipas versionit që I intereson asaj, duke e ftuar të jetë e sinqertë për atë që ka ndodhur mes tyre. Sipas tij, situata mes tyre mund të shpjegohet vetëm me dy mënyra ekstreme. Situata jon nglidhet në dy rreshta. Ose ne të dy kemi qenë ironik të dy, ose ne të dy kemi qenë të dashuruar. Ose jemi të dy, ose nuk jemi asnjëri kaq, përfundoi ai duke lënë të kuptohet se çdo gjë që ka ndodhur ka qenë reciproke dhe nuk mund të fajsohet vetëm njëra palë. Nëse klikoni mbi butonin subscribe, do t'ju shfaqen të gjitha publikimet tona. Ju ftoj t'i bëni subscribe kanalit, të pëlqeni videot dhe të lini komentin tuaj.